Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, më saktësisht Drejtoria për Shtëp dhe Veprimtari Botuese, ka organizuar për nesër akademi solemne, kushtuar 40 vjetorit të botimit në gjuhën shqipe të Kur'anit Fisnik. Ky jubilej është një moment historik për besimtarët musliman shqiptar, pasi botimi i parë i Kur'anit në gjuhën shqipe në vitin 1985 përbën një prej arritjeve më të rëndësishme në fushën e studimeve islame dhe përhapjes së dijes fetare në gjuhën shqipe. Po nesër Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, respektivisht Drejtoria për Kulturë dhe Veprimtari Botuese, organizon një akademi solemne me rastin e 40 vjetorit botimit të përkthimit parë të Kuranit në gjuhën shqipe. Siç dihet nga historia, votimi i parë i përkthimit komplet në gjuhën shqipe ka ndodhur 40 vjet më herët. Respektivisht në vitin 1985, Kurani i përkthyer është botuar në Prishtinë nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, ndërsa përkthyes i parë që ka pas fatin të realizoj veprën e tij, ta konkretizoj, është profesori i nderuar akademiku Fethi Mehdiu. Në këtë akademi synohet që të vlerësohet, çmohet dhe të respektohet puna që kanë bërë paraardhësit tanë. Ti vlerësojmë, po ta them edhe ne, dhe ti kujtojmë në mënyrën më të mirë për të bërë në të ardhmen punë edhe vepra më të mira. Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe në atë kohë shënoi një prej botimeve më të rëndësishme për islamologjinë shqiptare, duke plotësuar një nevojë të madhe shpirtërore e shkencore. Nisma, ideja dhe projekti për përkthimin e Kuranit ose për shqiprimin e Kuranit të shqiptarët është një projekt i hershëm. Është projekti i rilindësve, i cili për shkaqe dhe rrethana të caktuara nuk ka arritur të konkretizohet. Qarku kulturor i Prishtinës, kur thon qarku kulturor i Prishtinës, kam parasysh edhe qarkun intelektual të kohës që është bën Prishtinë, po dhe qarkun që ka arrit e ka krijuar Medresja Mesme Alaudin në Prishtinë dhe Bashkia Islame e Kosovës, në vitet 80-ta e ka marrë një iniciativë të tillë dhe pavarësisht gjuhës, kulturës, traditës e mbi gjitha islamologjisë shqiptare, në vitin 85 i jep librin e shenjtë muslimanëve, Kuranit përkthyer në gjuhën shqipe. Kjo ka qenë një ngjarje e rëndësishme si për islamologjinë, si për kulturën, si për historinë, sepse me këtë shqipja ka treguar që ka kapacitet për t'i njohur veprat siç janë Kurani, veprat e shenjta. Akademia solemne që do të mbahet në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë synon të ndërrojë kontributin e dietarëve dhe përkthyesit që sjellin fjalën e Zotit në gjuhën shqipe dhe të promovojë përkushtimin ndaj dijes, besimit dhe gjuhës amtare. Edhe më herët kishte pasur pjesë të përkthyera të Kuranit, por edhe tentativa për ta përkthyer të plotë Kuranin në gjuhën shqipe.